Me datën 30 prill përfundon afati librezave shëndetësore, të cilat zëvendësohen me kartat e shëndetit. Drejtori rajonal i Fondit Kujdesit Shëndetësor Shkodër Arvid Osja u ka bërë thirrje qytetarëve të interesuar që të shpejtojnë për ta shfrytzuar kohën e mbetur. Do të kërkoj edhe një mirë kuptim të qytetarëve për sa i përket atyre të cilët kanë neglizhuar të kjo pjesë ose tek atyre të cilët mund të jenë dhe pacient kronik, që të mos të dynden vetëm tek pika qendrore e hapjes karta, e cila është pranë poliklinikës, por të shkojnë dhe në pikat e tjera, të cilat janë të hapura më tashmë që nga muaji shkurt i këtij vitit, të cilat janë pranë lagjes Ahmet Haxhia, përnjësitë administrative të pjesës Rrethina, Posrrip, Gurizi, ndollet pika e hapjes së kartave në ambulancën Dobraç, ndërsa për pjesën e Bushat Vaudajs ndodhet pika e hapjes së kartave në bashkinë e Vaudajs. Ai ka sqaruar se marrja kartave do të vazhdojë edhe pas datës 30 prill, ndërsa vetëm librezat shëndetësore nuk njihen më pas kësaj date. Pacienti nuk mund të paraqitet pranë mjekut të familjes ose në spital me librezë shëndete, ndërsa procesi i hapjes kartave do të vazhdojë normalisht. Fondi të Kujdesit Shëndetësor Shkodër, përveç qendrave në qytet, ka hapur pikat në njësitë administrative për pajisjen me kartat e shëndetit, me qëllim që të mos krijohen vonesa.